Hetimet e fundit në të cilat përfshihet kryetaria e antikorrupsionit Tatjana Dimitrovska dëmtojnë besimin e qytetarëve ndaj këtij institucioni, sidomos në rast se ajo vazhdon të mos jap dorëheqje. Ky është qëndrimi i një pjese të ekspertëve të cilët ndjekin zbatimin e mekanizmave për parandalimin e korrupsionit në vend. Ish-kryetaria Biljana Ivanovska thotë se tani duhet të gjendet zgjidhje nga kuvendi ose nga vetë antikorrupsioni. Pa dyshim që ky është një sulm i rëndë, edhe për shoqërinë, edhe për institucionin, para së gjithash, për qytetarët dhe për të gjithë ne. Megjithatë, ndodhi çfarë ndodhi, duhet të shihet çfarë më tej dhe të gjendet zgjidhje. Radhën e ka kuvendi, çfarë mundet kuvendi të ndërmarrë, çfarë mundet vetë institucioni të bëj në aspektin e përllogaritjes së korrupsionit. Dhe e para dhe më e rëndësishmja është që kryetaria duhet menjëherë të jap dorëheqje, sepse në këtë mënyrë akoma e infekton institucionin. Ajo duhet të largohet që institucioni të mund të pastrohet lirshëm, tha Biljana Ivanovska, ish-kryetare e antikorrupsionit. Antikorrupsioni akoma nuk është përgjigjur se çfarë hapash do të ndërmarrë konkretisht nëse do të dërgojë shkresë zyrtare te kuvendi për të kërkuar shkarkimin e Dimitrovskës. Ata thonë se vazhdojnë të punojnë sipas ligjeve dhe se janë të vetëdijshëm për rëndësinë e besimit të qytetarëve. Nga kuvendi sqarojnë se nuk do të ndërmarrin asgjë derisa nuk kanë shkresë zyrtare nga antikorrupsioni. Tatjana Dimitrovska dyshohet se ka dhënë sekret zyrtar. Ajo 3 muaj pasi mori mandatin në shkurt të vitit 2024 ka filluar të shpërndajë detaje të hetimit rreth rastit aditivët që ka të bëjë me tender të dyshimt të mazutit nga EMV dhe TEC Negotin.